Shkolla e mesme Alaudin në Prishtinë ka pranuar një donacion nga shkolla e binjakzuar në Ankara, ku përmes Dianetit të Turqisë në ambientet e medresesë Alaudin është bërë dhurimi këtij donacioni. Me 20 tabela të mençura, së bashku me projektor, 40 kuran e libra dhe broshura të tjera, është pajisur nga sot kjo shkollë, me anë të së cilave synohet të përmirësohet edhe më tutje mësim nxënja. Atasheu për çështje fetare pranë ambasadës së Turqisë në Kosovë, Nevzat Akën, përmendi bashkëpunimin teje të mirë mes dy shkollave, asaj në Turqi dhe medresesë në Prishtinë, ku si rezultat është sjellë ky donacion. Türkiye'mizde başkent Ankara'da Si rezultat i një bashkëpunimi teje të mirë mes dy shkollave, Alaudin këtu në Prishtinë dhe medresesë në Ankara, janë sjellë disa mjete këtu dhe po ashtu edhe nga Dianeti i Turqisë pas kërkesës së medresesë në Prishtinë, ku janë sjellë 40 kuran. I falenderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar në sjelljen e këtij donacioni. Dua të ju përkujtoj nxënësve po ashtu se tashmë ka filluar dhe janë duke vazhduar bursat për në Turqi dhe nga Dianeti. Jemi të gatshëm të ju ndihmojmë të gjithë ata që duan të vazhdojnë studimet në Turqi dhe jemi gjithmonë në shërbimin tuaj, ka deklaruar ai. Në anën tjetër, Sherefetin Turan, këshilltari për arsim i ambasadorit të Turqisë në Kosovë, shprehu gatishmërinë e përhershme në shërbim të arsimimit për nxënësit kosovarë. bizler Türkiye'den gelen görevliler olarak büyük Ne si shërbyes nga Turqia në ambasadën turke në Kosovë, me mundësitë tona mundohemi të ndajmë me Kosovën për arsimim, studim dhe për të ardhmen tuaj, me të gjitha mundësitë që ne i kemi në dispozicion. Jemi të gatshëm për ju dhe për këtë arsye jemi këtu. Të dashur nxënës, tashmë e dim që detyria është arma kryesore në ditët e sotme. Andaj, edhe gjithë stafi arsimor këtu bën përpjekje maksimale që ju të arrini atë. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme. E gjithë varet nga puna juaj që të arrini atë, ka deklaruar më tutje ai. Falenderues dhe mirënjohës për donacionin u shpreh edhe drejtori i shkollës, Fadil Hasani. kanë sjellë një donacion për medresën tonë, konkretisht për Bashkimin Islame të Republikës Kosovës, e nëpërmes saj edhe neve si medrese, një kontingjent ndihmësh prej 400 mushafeve, disa libra dhe broshura të tjera dhe 20 tabela të mençura, bashkë me projektor. Nuk kam ndërmend kujtoj gjithë ato ndihme që ka dhënë edhe Ministria e Arsimit edhe Dianeti i Turqisë, por që për ata këtu, por jam që me emër të ju falenderoj, juve të nderuar mysafir, që na ndihmuat ka shumë dhe nuk mund t'ja shpërblej për lusin Allahun xhelal shanuhu ve xhelal që t'ja shpërblej këtë të mirë. Në anën tjetër, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, vlerësoi lart kontributin e vazhdueshëm nga Shteti i Mik i Kosovës, duke përfshirë të gjitha sferet e jetës në vendin tonë. Ndihmuan jo vetëm Bashkinë Islame, por ndihmuan për të gjitha fushat pora të jetës në Kosovë. Edhe në institucionet qendrore edhe ato komunale, i po ndihmuan edhe në restaurimin e shumë xhamive në Kosovë dhe objekteve të një karakteri shumë domethënës për të kaluarën dhe për të ardhmen tonë këto në këtë nënqiell, ku i madhi Zot neve na ka krijuar. Ndaj po të mos jemi falendërues për këta, sigurisht nuk është e drejtë. Ndaj në emër të krejt kësaj i falenderoj dhe lut Zotin xhaleshanu që këta t'i shpërbej me të mirat e tij. Sot kur jemi këtu, këta janë duke punuar dhe investuar në Prishtinë në restaurimin e xhamive, në Gjakov, në Pej, në Rahovec, në Vakf, në Surigana tjetë, Skenderajt, e vende tjera, sot pra kur unë po flas këtu. Dhe ky investim është investim jashtëzakonisht i madh. Përmes këtij investimi, neve kemi arrit që objektet tona 6 shekullore, që zgjasim jetën deri në amshëshmëri. Andaj, edhe për këtë donacionin e fundit, dëshiroj t'i falenderoj shumë, që përmes tyne tabelave të mençura që po i quajmë ne, do të kenë mundësi nxënësit tona që të përvetësojnë dituri
më shpejt, në mënyrë më bashkëkohore, më të mirë të mundshme, pra deri tash. Ndaj drejtoria e medreses, Bashkia Islame e Kosovës, sikur edhe deri tash, nuk do të kursej kur që të investojnë këtë drejtim.